Zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit janë shoqëruar me vëmendje të madhe jo vetëm nga kryeministri Edi Rama, por edhe nga drejtuesit e bashkive në mbar vendin. Në disa takime të zhvilluara me ta, kreu i qeverisë ka dhënë udhëzime për mënyrën se si duhet të veprojë në prag të këtij procesi. Një denoncim lidhur me përpjekjet për të siguruar votat me çdo kush vjen nga Roskoveci, ku kryetaria e bashkisë, Majlinda Bufi, ka intensifikuar përpjekjet në terren për të përmbushur disa kërkesa të kahershme të qytetarëve. Një nga çështjet që ka shqetësuar prej vitesh banorët e zonës është legalizimi i banesave. Me afrimin e zgjedhjeve të 11 majit, duket se ky problem po merr zgjidhje. Në një postim në rrjetet sociale, Bufi ka njoftuar se 90 banesa do të pajisen me certifikata pronësie. Megjithse kadastra është një institucion i pavarur, Bufi deklaron e bindur se banesat do marrin certifikatën e pronësisë. Ky lajm vjen në një periudhë kur ndodhemi më pak se 50 ditë përpara zgjedhjeve, në kundërshtim me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili ka ndaluar shpërndarjen e certifikatave të pronësisë në këtë periudhë për të shmangur ndikimin në zgjedhje. Ndërkohë mbetet e paqartë nëse institucionet do të ndërhyjnë ndaj këtij veprimi të kryebashkiakës, e cila më herët është kallëzuar në SPAK për shpërdorim detyre dhe kërcënime ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje, pasi u denoncua në media për kërcënimet me vendin e punës që i bënte një sanitareje që kishte marrë pjesë në një miting të opozitës. SPAK ka ngritur një task force për të hetuar krime zgjedhore, por ende nuk dihet nëse kjo strukturë do të marrë masa për këtë rast.